Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Blekonomi Podcast. Sot kthehemi me podcastin e radhës të sipërmarrësve, të cilët janë të nominuar në edicionin ton të festë të iniciativës 14 Under 40. Iniciativë që ndërmarrë nga Blekonomi dhe Woodward Albania. Sot do flasim për një sipërmarrëse e cila është në industrinë të bukurës, ajo ka plus 13-15 vite që është në këtë industri, por vitet e fundit ka vendosur që të jetë ajo personi i cili do të drejtojë në mënyrë direkte një klinikë e cila lidhet me të bukurën. Nuk kam kënaqësinë të kem sot në podcast Briselda Goxha, e cila është themeluese e klinikës Emel. Përshëndetje Briselda. Përshëndetje. Faleminderit shumë ndaj ju për ftesën. Faleminderit ti që na u bashkove në këtë podcast. Gjëja e parë që bëri përshtytje është emri i klinikës. Pse Emel? Emel është bashkimi i dy emrave, emri im dhe i motrës. Ne jemi dy motra që kemi themeluar klinikën Emel dhe kur vendosëm ta krijonim këtë emër, vendosëm të jetë një bashkim i emrit tonë dhe përkthe dhe dëshira për të qenë sa më bukur, më e bukur. Është shumë interesante. Kur ka nisur klinika hapat e saj të para? Tamam klinika Emel ka gati 6 vite që është themeluar nga unë dhe Ema. Dhe gjithmonë ka pëlqyer e bukura. Dhe kjo gjë më ka shtyrë që t'i futem tamam këtij profesioni, duke ndjekur trajnime sa më të shumta, specializime për sa i përket teknologjisë dhe mjekësisë estetike, dhe nga një pasion nuk kthye në profesion. Çfarë ka bërë Brisilda për se të merrej me të angazhohej në klinikë? Pasi mbarova studimet dhe specializimin masterin, kam punuar në profesionin që kam mbaruar në sektorin e analizave dhe më pas dhe motra po ashtu, farmaciste, dhe ajo ka punuar në farmaci, dhe të dyja vendosëm që të krijonim klinikën së bashku. Klinika është e vendosur në Tiranë. Në Tiranë, po. Ka plane për të hapur një klinikë tjetër, të dytë, një të tretë? Kur e kemi krijuar si emër, kemi dashur që ky emër të jetë goxha i dëgjuar dhe të kemi disa pika, disa klinika të tjera në zona të ndryshme. Vetë jemi nga Vlora, pse jo dhe në Vlorë, dhe kemi në plan. Ka pasur frikë në momentin që vendosët të hapi Emeli? Frikë në kuptimin që nuk e di si do shkojë biznesi, ndoshta a ka nevojë tregu për një klinikë tjetër tani më, a është Tirana treg i populluar? Shiko, frika them se ekziston brenda vetes të çdo njeri, dhe pikërisht kjo frika them se na ka shtyrë që t'i futemi tamam këtij profesioni, dhe besimi që kemi pasur në fundit të stell të vetja jonë që mund t'ja dalim, dhe kemi mposhtur këtë frikën dhe ja kemi dalë. Brëme them thell. Në vitin tuaj të parë, para 6 vites, ekzistonte i njëjti vizion që ti ke tani, pra ka ndryshuar ajo plani që nuk ke pasur në fillim për klinikën Emel në 6 vite, apo ju që keni qëndruar strikt formës se si do të operojë klinika Emel në treg? Do të ka ndonjë përshtatje gjatë rrugtimit? Normale, me kalimin e viteve dalin teknologji akoma më të avancuara, dalin akoma më shumë dhe shërbimet sqarohen në fushën e mjekësisë estetike, dhe ne ndryshojmë në bazë të trajnimeve, specializimeve, në bazë të trajtimeve më të kohës, edhe ne jemi përshtatur dhe jemi zgjeruar. Ti Bris, çfarë di të bësh brenda klinikës si një bashkëpunëse e saj? Brisi di t'i bëj gjitha shërbimet në klinikë, gjitha nga A-ja dhe Z-ja, por tamam Brisi merret me pjesën e fytyrës në klinikë. Çfarë shëndrimi keti për industrinë e bukurës? Për nëse një vajzë vjen tek ty dhe nuk ndjet rehat në formën se si ajo është, cili është sugjerimi që Brisi jep si fillim? Sugjerimi që u jap gjithmonë pacientëve të mia është që të jenë vetvetja, mos ta humbasin atë identitetin, formën e vet, por gjithmonë me ato pickimet e vogla të bukura, me ato sugjerimet, me ato trajtimet që janë gjithmonë sa më natyrale. Edhe çfarë shërbimesh klinikë? Të gjitha shërbimet në përsa i përket fushës mjekësisë. Lazerat, kemi sjell lazerat, një teknologji të fundit tani në klinikë, trajtimet e fytyrës, të trupit, kemi gocën që merret me pjesën e thonjve, qerpikëve, të gjitha. Domethënë një klinikë i cili ka gjetur produkte 360 gradë. Pak më herët ne diskutuam për një klinikë të dytë tani në Tiranë. Unë do të dash pak më shumë në. Herë e parë që po e them është këtu, jemi duke u zgjeruar me më shumë shërbime, me më shumë aparatura,
përsa i përket fushës mjekësisë estetike dhe të tjera do të zbulojmë gradualisht. Si zgjedh ti distributorin e pajisjeve për ti sjell në kompaninë tënde? A bën hunting, bën një studim tregun përpara, pastaj të bësh një sekond do zgjedh këtë të brah. Po, kjo është çdo ditë mundohemi të shikojmë për shembull trajtimet më të kërkuara. Dhe kjo gjë na shtyn që dhe distributorët i zgjedhin sa më serioz, të certifikuar dhe me aparatura të cilat janë vërtet të certifikuara nga ana mjekësore. Kam shumë të rëndësishme ta them këtë pjesë dhe pastaj analizojmë të gjitha ato komponentët që mund të ketë ky lloj distributor ose ky brand që do fus në klinikë dhe ashtu e vendos pastaj. Koncepti që unë dëgjoj sa herë flas me ty është bukuria natyrale. Po, jam shumë te kjo pjesë. Bukuria natyrale do të thotë për ty jo domosdoshmërisht pickimet e vogla, po dhe trajtimi. Po, trajtimet. Ka tamam janë trajtime që janë të personalizuara, që do të thotë momenti që një pacient më vjen në klinikë, gjithmonë mundohem të bëj një konsultë që të bëjmë një skin analyzer të fytyrës, në skin test, për të parë në radhë parë problematikën që mund të ketë pacientja dhe vendosen të dyja së bashku. Sa lehtë apo vështirë është e lufta midis çfarë pacienti vjen dhe kërkon se ka një vizion se ku do të shkojë dhe çfarë ti sugjeron në konceptin e bukurisë natyrale. Pra, ka ndonjë luftë midis të dyja palëve deri në momentin që pacienti është një shërbim i cili ne nuk e dim rezultatin në fund fare. Pra, unë kam dëshirën të bëj shumë gjëra, por nuk e di se si organizmi im do sillet me çfarë do lloj gjëje që ne pasi kruajnë organizëm dhe ta. Sa punon ti me pjesën e ndërgjegjësimit që të bësh me dije pacientin që okay, e bëman, por çfarë do ndodhi, sa kohë do duhet? Kush vin te klinika e mel, vin shumë paciente që vin okay, në bazë të sugjerimeve, në bazë të marketingut që nuk kanë parë, por shumë e rëndësishme ai komunikimi që kam të drejtë për drejtë me pacientin. Në momentin që unë i sugjeroj dhe i them që kjo gjë është vërtet e domosdoshme për ty, dhe në momentin që pacientja vendos, gjithmonë dhe me dëshirat që ka pacientja, ajo është një kënaqësi për mua në fund të ditës dhe kjo gjë më bën ta kem akoma më të lehtë punën time. Ka paciente pastaj që kërkojnë gjëra varet çfarë kërkon pacientja. Them se te klinika e mel vin ato goca që e gjejnë veten aty. Goca që nuk e gjejnë veten, nuk besoj se vin, mund vend diku tjetër. Ke të ndrinë ndonjëherë jo në klinikë? Po, kam thënë. Përsa i përket moshave pak të vogla, absolutisht jo. Nuk duhet të mosh minimum që duhet të ketë jo mirëmbajtje, po edhe ndërhyrje? Shiko, përsa i përket ndërhyrjeve, okay, kur janë të domosdoshme, normale që i këshilloj për momentin që ne këtë ndërhyrjen mund ta bëjmë me diçka tjetër më natyrale, me skin boostrat, me acid hyaluronik, me mezoterapi, me multivitamina, pse patjetër duhet bëjmë një ndërhyrje tjetër kur janë këto të tjerat. Ti më përmendë pak më herët që ekipi është shumë i rëndësishëm për ty. Ka qenë vështirë të ndërtosh një ekip të fortë, ekip të lidhur njëri me tjetrin, një ekip i cili qëndroni bashkëkohë në çfarëdo lloji sfide që klinika ka, qoftë me klientët apo qoftë edhe vetë biznesi. Them se ekipi është shumë i rëndësishëm në punën time dhe bën diferencën në klinikën e mel, e them me plot bindje këtë gjë. Ka qenë pak e vështirë derisa të gjëja tamam ato goca siç unë dhe motra ime i donim, siç ne punojmë. Ne të dyja punojmë vetë, nga mëngjesi deri në darkë kemi gjithmonë në klinikë. Dhe këtë gjë kemi dashur, kështu kemi dashur ta zgjedhim dhe stafin tonë. Goca të thjeshta, punëtore dhe të punojmë me profesionalizëm. Sa vështirë është të punosh, të kesh bashkëfamiluese një antar të familjes? Për ne ka qenë shumë e lehtë. Ne nuk bëjmë asgjë pa pyetur njëra tjetrën. Çdo lloj gjëje. Unë jam ajo që jam pak më gocimtarja, ai më është syri kritik. Të dyja. Ma një diferencë moshe midis 5 vite. 5 vite. Kush më rrisjet më të mbaja ti? Unë jam pak më kështu, që rrezikoj pak më shumë, por në mbrapa me është gjithmonë Ema që më kritikon për çfarëdo lloj gjëje. Ki ndikuar ju në jetën profesionale të njëra tjetrës? Po, gjithmonë duke këshilluar njëra tjetrën dhe kjo që na ka bërë mirë. Të dyja bashkë jemi shumë okay. Deston ti bërë në marketing? Po, ne kemi një skuadër të fuqishme marketingu, gocat që bashkëpunojnë janë goca të përkryer realisht, ju besoj shumë ideve që ato na japin,
pjesës marketingut, si do t'i postojmë, realizojmë video, çfarë do lloj gjëje, merret Anisa, baza jone marketingut që e falenderoj shumë. 2 klinika shumë shpejt do t'jenë në tregun vendin në globën tuaj. Ka ndonjë vizion më përgjatë se sa do t'jetë numri, pra 5 vite të ardhshme sa mund t'jetë numri klinik? Nuk dua ta kem primare numrin, më pëlqen më shumë cilësia se sa sasia. Ne do shkojmë tek një rubrikë shkurtër me pyetjeve që ti duhet zgjedhësh një nga alternativat. Atëherë, Çfarë do zgjidhte brisi midis trenit apo trajnimit afatgjat? trajnimit afatgjat. Se trajnimi afatgjat apo është më i sigurt? Është më i sigurt, se sa trendi mund të jetë në një moment, mund të iki pastaj dhe më pëlqen kjo gjë tjetër. Midis teknologjisë dhe dorës profesionale. Dorës profesionale. Midis rritjes së shpejtë apo cilësisë të kontrolluar. Cilësi, gjithmonë cilësi. Midis biznesit dhe misionit personal. Do fusesha pak më shumë tek biznesi. E shikon veten një fushën e biznesit më së shumti. Po, sepse siç ta thash dhe në bisedën më para, menaxheri një biznes tjetër shumë të suksesshëm, edhe them se shkoj vetëm shumë këtu. Midis perfeksionit edhe Autenticitetit. Gjithmonë autentike. Do doja të ceka pak edhe atë që ti përmendë pas më përpara që ti suporton edhe në administrimin e një kompanie tjetër. Cila është kompania? Së bashku me bashkëshortin kemi themeluar një kompani për sa i përket trajtimit të ujit në çdo fushë, në biznes, në familje, industri, Vast Water Star. Kemi sjell disa brende ekskluzivisht për herë të parë në Shqipëri nga ne, të cilat janë brende botrore dhe po ecim goxha mirë në treg. Njerëzit na kanë mirëpritur shumë mirë tek ajo pjesë. Industria e bukurisë mendon që mbizotrohet aty jashtë nga pacientë që janë femra apo meshkuj? Dhe meshkujt po ndërgjegjësohen, po i futen tamam fushës së bukur sepse dhe ata kanë filluar të kujdesen shumë për veten e tyre dhe është një gjë shumë e mirë. Për ato vajza që nuk jashtë duan të hapen një klinik apo të futen kësaj industrie, keni një këshill specifike? Po, patjetër. Thjesht do të thosha që mos prisni momentin e dut, vazhdoni, kur ju e ndjeni që ka ardhur koha juaj, luftoni shumë dhe punoni shumë dhe në fund do ja dilni. Shumë interesante. Unë do doja tani t'i kthesha vetes tënde 17 vjeç. Kishe përballë dhe ti një vitën të në 17 vjeç, nuk e dini se i kishe të ëndra edhe nëse... Po, më kujtohet Briselda, 17 vjeçe, ka ardhur për herë të parë në Tiranë me ato librat e shkollës dhe me valizhe me rroba, me shumë ëndra, realisht, me shumë pasione dhe jam shumë krenare për veten time që pothuajse them se i kam realizuar shumicën prej tyre. Po, do i thaj një mesazh të Briseldës 17 vjeç? Do t'i thosha që bravo për guximin, sepse ke një guxim shumë të madh dhe ke luftuar çfarë ke dashur ke arritur. Shumë interesante, kështu që të falenderoj shumë për këtë podcast. Shumë faleminderit dhe juve. Kënaqësia është gjitha jona. Unë e mbyll me këshillën e bisedës që guxoni. Nëse mendoni që një gjë është e juaja, kape. Nëse mendoni që një gjë është e juaja, kafeni atë. Faleminderit që na ndoqët në këtë podcast. Bashkë do shihemi të përkurën në ardhshmën në orën 20. Në mirë, në natë.